Shqipëria po vijon të përjetojë suksesin e ri turistik me shifra që shënojnë jo vetëm rritje të përgjithshme, por edhe zhvillime të veçanta që e bëjnë panoramën e hyrjeve të huaj më të larmishme dhe më interesante se kurrë. Nga janari deri në gusht të vitit 2025 në vend kanë hyrë mbi 8.9 milion vizitorë, një rritje prej 5.2% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Pesha më e madhe se zakonisht i takon Kosovës, më shumë se 3.3 milion shqiptarë të Kosovës kanë hyrë në Shqipëri në 8 muajt e parë të vitit, por rritja është thuajse e pandjeshme me vetëm 0.6%. Kjo tregon se ky treg është tashmë i konsoliduar dhe nuk ka shumë hapësirë për shpërthime të reja. Në të kundërt, Maqedonia e Veriut ka shënuar një rritje të ndjeshme me 10.1%, ndërsa Greqia edhe më lart me 11.5%. Malizi mbetet në rritje të lehtë me 4.6%, por ndërkohë fqinjet mbeten shtylla kryesore e turizmit hyrës në Shqipëri, duke ruajtur peshën tradicionale në këtë treg. Në Europën perëndimore ka ndodhur një surprizë e madhe ku Franca ka rritur hyrjet me 43.9%. Një rritje e tillë e vendos Francën mes tregjeve më të gjalla të momentit. Po aq do me thënë se është dhe Gjermania që ka shënuar një rritje prej 21% dhe ka kaluar shifrën e 300.000 vizitorëve. Mbretëria e Bashkuar dhe Holanda gjithashtu kanë shënuar resuri të mirë, ndërsa Austria, Belgjika dhe Çekia ruajnë një rritje të qëndrueshme. Megjithatë, jo çdo treg europian ka reaguar njësoj. Polonia, që në pamje të parë të jep përshtypjen e vendeve me rritje, në fakt ka rënë me mbi 10%, duke shënuar një humbje të dukshme në krahasim me vitin e kaluar. Edhe Rumania ka rënë me 7.5% dhe Spanja me 4.3%. Tregjet e reja kanë sjellë befasit më të mëdha. Izraeli është shembulli më i qartë, nga vetëm 6.800 hyrje në vitin 2024, numri i vizitorëve izraelit ka kaluar në 45.700, duke shënuar një rritje domethënëse prej 570.7%. Ky shpërthim tregon për hapjen e një tregu me potencial të madh që deri dje ishte thuaj inekzistent. Po aq mbretëlënse janë dhe shifrat nga India, ku hyrjet janë rritur me gati 70%, si dhe Egjipti, që ka shënuar një rritje prej 68%. Edhe Danimarka ka treguar një prirje të fortë me një rritje prej 56.2%, duke dëshmuar se turistët nordik po e zbulojnë gjithmonë më shumë Shqipërinë. Kina nga ana tjetër ka sjellë një rritje të qëndrueshme prej 27.9%, duke përforcuar rolin e saj si një nga tregjet më premtuese të së ardhmes. Nga Amerika, Shtetet e Bashkuara kanë shënuar rritje me 7.2%, Kanadaja me 14.4% dhe Australia me 8.8%, ndërsa një surprizë vjen nga Amerika e Jugut, ku Argentina është rritur me 38.6% dhe Brazili me 16.4%.